të mos jem shumë I lodhshëm. Do përpiqem, jam përpjekur të sjell në mënyrë sa më praktik, sepse e di që në këtë kish, unë jam rritur në këtë kish, kam ndenjur 15 vite në këtë kish, edhe e di që këtu fjala është e fuqishme, edhe nuk ka shumë nevojë për mësime të thella dhe erdha me një mesazh të jetë sa më praktik, edhe mos u mërzisni, të gjithë do të gjeni veten aty, edhe nëse jeni për herë të parë, edhe nëse keni pak kohë këtu, edhe nëse keni shumë, edhe mesazhi do të jetë shumë praktik. Është një pasazh që kam zgjedhur, nëse mund të më ndihmoj nga lart. Është një histori që ju e dini, të gjitha dimë. Është një histori jashtëzakonisht e mirë, shumë e bukur, të gjitha dimë, kemi lexuar disa herë nga Luka 5:17 deri në 26. Është historia e të paralizuarit, nëse e mbani mend, e paralitikut. Është një histori fantastike. Nuk ka nevojë për shumë shpjegim nga ana teorike apo kështu ashtu, dhe jam përpjekur të nxjerr vetëm zbatime praktike edhe se si të na ndihmojnë në kohët tona. Jam përpjekur ta përditësoj pak. Atëherë vazhdoj me këtë, apo jo? Po. Para se të lexojmë këtë, dua të lutemi. O Zoti I dashur, faleminderit o Zot për këtë ditë, faleminderit që e kaq I mirë, faleminderit që na dhe mundësinë që të vim këtu edhe të jem në kishën mëmë, o Zot, edhe të takoj gjitha njerëz të mrekullueshëm, gjitha vëllezër dhe motra të mrekullueshme, dhe faleminderit që Ti në gjithë këto vite këtë kishë ke rritur e ke forcuar dhe ka ndalë sa njerëz që duan Zotin nga kjo kishë, o Zot, edhe faleminderit shumë. Kënaqem, manitem, emocionohem sa e që vi këtu, o Zot, edhe të lutem, o Zot, përdori këtë kohë tani të jetë një kohë që gjithë secili të mendoj se çfarë Ti ke për ne sot, o Zot, edhe unë le të jem thjesht një ulli, një kanal, o Zot, që Ti të përçosh fjalën tënde, o Zot. Në emrin tënd lutem edhe të falenderojmë. Amen. Atëherë, le të lexojmë. Dhe një ditë ndodhi që teksa Jezusi jepte mësim, aty pranë ishin ulur farisenjë dhe doktorë të ligjit, që kishin ardhur nga çdo qytet I Galiles, dhe nga Judea dhe nga Jeruzalemi, dhe fuqia e Zotit ishte aty për t'i shëruar. Dhe ja ca njerëz sollën në një shtrat një njerëz të paralizuar dhe po kërkonin një mënyrë për ta sjellë brenda e për ta vënë përpara tij. Dhe kur s'mundën të gjenin udhë se si ta sillnin atë brenda për shkak të turmës, ata hipën mbi çati dhe përmes tjegullave e lëshuan poshtë bashkë me shtratin e tij, mu në mes përpara Jezusit. Dhe kur pa besimin e tyre, ai tha të paralizuarit: O njeri, mëkatet e tua të janë falur. Dhe skribët dhe farisejt filluan të arsyetonin duke thënë: Kush është ky që flet blasfemi? Kush mundet të falë mëkate përveç Perëndis? Por kur Jezusi perceptoi mendimet e tyre, duke u përgjigjur, u tha: Çfarë arsyetoni në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë të thuash: mëkatet e tua të janë falur, apo të thuash: çohu dhe ec? Por që ta njihni se biri I Perëndijut ka pushtet dhe mbi dhe që të falë mëkate, I thot ai të paralizuarit, I kthehet: Po të them çohu, merre shtratin tënd dhe shko në shtëpinë tënde. Dhe në çast ai u çua përpara tyre, e mori atë kuqeshtrirë dhe u largua për në shtëpinë e vet, duke përlëvduar Perëndin. Dhe ata të gjithë u habitën dhe përlëvduan Perëndin dhe u mbushën me frikë, duke thënë: Sot kemi parë gjëra të çuditshme. E kam quajtur besimi që ka përcjell pengesat. Është një mesazh shumë praktik, sidomos për kohët tona tani, dhe jam I sigurt që të gjithë do të gjejmë veten. Besimi që ka përcjell pengesat në mënyrë më të thjeshtë, çfarë bën? I sjell njerëzit e Jezusi, sjell falje dhe sjell transformim dhe lavdi për Perëndin. Rreth kësaj do të shkojmë. Si fillim, çfarë ka në këtë histori? Do të shohim disa karaktere, I shkruajt atë gjithë direkt këtu. Do të shohim Jezusin, paralitikun ose të paralizuarin, 4 burra që e mbartnin, turmën, farisejnë dhe skribët. Dhe jam I sigurt që Zoti do të flasë dhe do të shohim që sot në ditët tona çdo besimtar është njërin, të paktën në njërin nga këto pika. Çfarë përfaqësojnë sot këta? Sa përhyrje, pastaj disa njerëz janë si paralitiku apo jo, të lodhur dhe të pafuqishëm. Ndonjëherë jemi ashtu. Disa janë si turma,
afër Jezusit, por jo të ndryshuar. Disa fatkeqësisht janë si farisejt, më shumë kritik se sa mendojnë për shpëtimin. Por, prania e Jezusit sjell shpresë. Te Luka 5:17, këtu ku pam, fuqia e Zotit ishte me të për të shëruar, thot. Arsyeja pse njerëzit vinin aty te shtëpia nuk ishte turma, ishte se ishte Jezusi. Dhe aty njerëzit gjenin rrugën. Të sëmurët gjenin shërim. Mëkatarët gjenin falje. Zemrat e thyera gjenin ngushëllim. Kam shkruar vargun deri këtu pa hapur Biblën që mos u mbasim kohë. Në praninë tënde ka plot gëzim. Njerëzit aty nuk vinin për ndonjë arsye tjetër. Ata vinin për Jezusin. Disa vinin nga larg. Sepse prania e Jezusit ishte e veçantë, ishte përhapur fama shumë në ato ditë, do të shohim edhe më vonë. Kam bërë një përmbledhje. Pastaj do futemi pak më shumë. Paralitiku. Çfarë përfaqëson paralitiku? Ai ishte një njeri i pafuqishëm. Ishte një njeri që nuk kishte fuqi, kishte probleme. Edhe fatkeqësisht ka shumë rreth nesh njerëz që nuk janë shumë të fuqishëm. Ka një problem. Ndoshta edhe vetë ne jemi aty. Në atë gjendje. Që ndonjëherë jemi të lodhur. Edhe ndjemi pak të raskapitur. Ndoshta je këtu sot edhe nuk e di se ku ndodhem, nuk ndje mirë, mos u çudit, s'ka problem, ne jemi këtu për të ndihmuar, kjo kishë është këtu për të ndihmuar. Ai nuk mund të ecte. Ai nuk mund të vinte te Jezusi. Apo jo? Ai varet plotësisht nga ndihma e të tjerëve. Në Bibël te Efesianë 2, vargu 1 thotë, ju ishit të vdekur, edhe ne ishim ashtu, jo vetëm ata që janë që nuk e njohin Jezu Krishtin, po edhe ne ishim dikur ashtu. Apo jo? Mirë, po ne kuptuam që nuk mjafton. Feja, veprat nuk mjaftojnë, traditat nuk mjaftojnë. Ne kishim nevojë për shpëtimtarin. Edhe ajo që duhet kuptojmë nga kjo histori është se ka disa njerëz që ndoshta në një fazë të jetës janë në fazën që nuk janë shumë të fuqishëm. Ndoshta edhe ne vetë kalojmë në atë fazë. Nuk kemi shumë të fuqishëm. Kemi kaluar gjëra të rënda ndoshta. Kemi pasur një shpërthim të madh në besim, pastaj për një herë diçka ndodhi, nuk ka problem. Kërkojmë pak për ndihmë, si do të shohim më vonë për këta 4 burra, që të ndihmojnë dhe të çojnë te Jezusi. Ndoshta ka rreth nesh njerëz ashtu, që ti e shef që nuk është mirë. Kjo histori na tregon që do të ndodhë dhe ka. Nuk është gjë e lehtë, është e vështirë, do të shohim prapë më vonë. Shohim pak për 4 burrat. Kush ishin këta 4 burrat? Te Marku 2:3, te pasazhi që lexuam, thotë që ishin disa që e mbartin, po te Marku 2:3 na jep një detaj që thotë ishin 4 veta. Në fakt, Bibla nuk na tregon emrat e atyre, nuk na tregon profesionet e atyre, se kush ishin, por na tregon për besimin e tyre. Jezusi tha, kur pa besimin e tyre. Nuk tha kur dëgjoj, po kur pa. Do të shohim pak më vonë kur ata shkojnë edhe hapin çatin edhe. Jezusi pa nga larg dhe kur pa besimin e tyre. Jezusi e pa besimin e tyre. Jezusi shikon besimin ton. Tash do përpiqem të jem sa më praktik sot. Jezusi shikon besimin ton. Ca gjëra nuk ka nevojë të tregohen. Ai e shikon. Mos u mundoni, mos u mërzisni nëse dikush nuk ju shef. Jezusi shikon besimin tuaj. Jezusi shikon besimin ton, aty ku askush nuk ju shikon. Aty ku askush nuk ju shikon. Në një vend të vështirë, në një lagje të vështirë, aty te shkolla ku jam unë, është vend i keq. Ka tundim, ka kështu, ka ashtu, por unë qëndroj fort.
Pas kush më shikon? Jezusi ju shikon. Perëndia pa besimin e ty nuk dëgjoj. Në kohët e sotme, fatkeqësisht ndonjëherë neve si të krishterë, në kohët e sotme, neve si të krishterë ndonjëherë, ose disa prej nesh, ose edhe neve mund të bijem në grackën e të pompuarit, të treguarit, të kështu, për të thënë se ja kush jam unë. Nuk ka nevojë. Besimi tregohet, kuptohet, me mënyrën se si jetojmë, me mënyrën se si shikojmë, se si jetojmë, dhe me mënyrën se si e jetojmë jetën me besim. Ai pa jo vetëm besimin e të paralizuarit, po dhe të atyre përreth që e bën atë vepër. Këta 4 burra kishin një karakteristikë tjetër. Ata pan nevojë. Shumë njerëz e pan këtë të paralizuarin. Si kujtoni se nuk e pan? Po ishin 4 burra që shkuan e morën. Ata e pan një nevojë, dhe sapo pan nevojën, hajtë të bëjmë këtë gjë. Ka shumë njerëz rreth nesh që ne nuk i shohim. Në përgjithësi, neve aty ku jetojmë, këta e kemi si kriter. Nëse do të japim dikujt një shërbim, nëse ai shikon një nevojë aty, themi, do thotë që ky bën për këtë punë. Nëse shikon një nevojë në kish, shko bëje. Ai që shikon një nevojë dhe shkon e bën, nuk ka nevojë. Po s'ka gjë se e bën filani, e bën ky. Po unë s'paguam për këtë punë. S'është puna ime të bëj këtë. Ata 4 burra pan nevojën. Vetëm këta 4 veta vendosën të bëjnë diçka. Sepse dashuria vërtet nuk sheh vetëm problemin. Dashuria kërkon zgjidhje. Keni vënë re, pasi rritemi ecim pak në besim, edhe në moshë, edhe kalojmë universitetin, edhe martohemi, edhe si padashje bëhemi pak të pandjeshëm, ndoshta nga shkaqet e jetës, nga gjërat e jetës, nga gjitha ato sfida. Edhe ne gjejmë justifikime gjithmonë, nuk mendojmë për zgjidhjen. Kur shikon diçka, mendo për zgjidhjen. Leri llafet, po thot pasazhi jon sot. Sot Perëndia po kërkon njerëz që të shohin nevojat shpirtërore të tjerëve. Ka një varg, Mateu 9:36. Jezusi pa turmat dhe pati dëmshuri për to. Po sot ne, kur shohim turmat, e disa ka rreth nesh që ne nuk i shikojmë? E disa ka ndoshta ngjitur me ty aty që ne nuk e shikojmë? Ndoshta nuk e kemi pyetur se çfarë halli ka, çfarë problemi ka, dhe ne i veshim atë buzëqeshjen, karakteristika që vim të dielën e themi si e mirë, si e ti, jam mirë. Po të pyesësh, bësh dhe një pyetje të dytë, ndoshta është plot. E disa ka rreth nesh. Kisha krishtërimi sot ka nevojë për këtë gjë. Çfarë bën tjetër këta burrat? Ata morën barrën e tij, jo vetëm e pan nevojën, po bën diçka, e morën barrën. Sepse ai nuk mund ta mbante veten, ata e mbajtën, ashtu siç Zoti na thot vetë ne në vjetën e re, mbani barrët e njëri tjetrit. Jemi këtu për të mbajtur barrët e njëri tjetrit. Çfarë do lloj barre qoftë? Kjo është zemra e krishtërimit. Ne nuk jetojmë vetëm për veten. Ne ndihmojmë, lutemi, qajmë me ata që qajnë dhe mbajnë barrët e tyre. Shpesh njerëz më pyesin që çfarë të bëri ty që të shkosh këtu edhe të bësh ata. Të them drejt nuk kam, dhe shumica presin një përgjigje kështu, një përgjigje, më ka ngelur karameli akoma këtu. Kërkoj ndjes. Shumë njerëz pyesin, po çfarë të bëri që të merre këtë vendim të shkoje në Turqi apo të bëje këtë? Unë nuk kam një shpjegim, sinqerisht të them. Dhe njerëz presin në një shpjegim kështu tani në gjë shumë frymërore, nuk e di. Pash një nevojë dhe thash, ja ku jam. Unë nuk e di, nuk kam një shpjegim, seriozisht të them.
Nuk kam asnjë shpjegim. Sepse nuk di çfarë të them. Pash një nevojë, këtu u bë një predikim 2006-ën, pash një nevojë dhe thash, ja Zot ku jam, nuk di asnjë gjë çfarë do bëj, nuk di nga do shkoj. A je këtu për të parë atë nevojë dhe për të zgjidhur atë nevojë, apo për ta parë nga larg dhe s'ka gjë se bën filani? Ata burra nuk bën ashtu. Këta 4 burra. Ata mbajtën barrën e atij. Të mbash barrën e dikujt, e di sa e vështirë është, sidomos këtë që ata bëjnë 4 veta, sepse nuk i zgjedh dot ata 4 veta me të njëjtën shtat, me të njëjtën gjatësi. Njëri është më i gjatë, njëri më i shkurtër. Ndonjëherë të bie ty pesha, ndonjëri bie atij, apo hurrin çiko përse më kputë. Edhe është e vështirë, terreni nuk është i lehtë. Do të shohim pak më vonë, terreni nuk ishte i lehtë. Ata hipën mbi çati. Karakteristika tjetër e këtyre burrave, ata nuk u ndalën nga pengesat. Te shtëpia ata gjetën një turm. Nuk ishte e thjeshtë. Gjetën një turm aty. Edhe këta ishin duke mbajtur ato, duke ecur, por nuk po kalonin dot. Kishte një turm aty, nuk dim nga të futemi tani, njerëz të gjithë që thonin Jezusin. Dera ishte e bllokuar. Dhe në gjëra të tilla, ndonjë ose shumë prej nesh, ose në atë rast, mund të ktheheshin mbrapsht. Ata jo, ata nuk u kthyen mbrapsht. Ata kishin një synim. Besimi i tyre ishte më i madh se pengesa, vëllezër dhe motra. Besimi i tyre ishte më i madh se pengesa. Një besim i tillë nuk shikon pengesë, shikon fundin. Këta ishin ata burra. E di, besimi i vërtet gjithmonë mund të përballet ndonjëherë edhe me kritika, me lodhje, zhgënjim, refuzim. Je duke mbajtur atë edhe ke ardhur deri aty edhe je lodhur shumë, nuk e di, nuk ka detaj se sa larg erdhën këta burrat. Këta burrat që të sjellin këta, nuk ka detaj, nuk jep shumë detaj, ndoshta erdhën shumë larg, ishin fshatra, ishin zona të thella. Nuk ishte kjo teknologji sot, s'kishte autobus, s'kishte asnjë gjë, këta i mbanin në krah. Edhe ecë, më në fund arritëm, po ka dhe një turm tani, dhe një pengesë tjetër, po nuk maroka kjo punë. Edhe në atë moment edhe mund të mërzitesh. Në të njëjtën mënyrë mund mërzitemi edhe ne. Po bëra gjithë këtë, shkova deri aty, bëra këtë, u mora me këtë person kaq shumë, po nuk dëgjon. Nuk bëj dot më shumë. Por besimi i vërtet ecën para. Do të ketë probleme? Gjithmonë do të ketë probleme. Asnjëherë nuk do të jetë pa probleme jeta jonë me Krishtin. Hebrejnë 10:36. Ne kemi nevojë për durim që pasi të keni bërë vullnet të Perëndisë që të mund të merrni premtimin. Tjetër çfarë bën këta burrat? Ata gjetën një mënyrë. Çfarë bën? Pan turmën, të epë turmën nuk e çajmë dot. Ka pengesë e madhe kjo, nuk e çajmë dot, se cili kërkon një shërim. Disa kishin ardhur për qef aty. Disa vetëm për të bërë kritikuesin, disa për të tallur. Dhe fatkeqësisht edhe në jetën e krishterë, edhe në jetën tonë, edhe në kohën moderne, do ketë disa persona që nuk vinë për Jezusin, mund të vinë për ndonjë arsye tjetër. Dhe bëhen pengesë që ky i paralizuari të futet, ose që ne të futim dikë, të çojmë dikë tek Jezusi. Ata gjetën zgjidhje. Tha çfarë të bëjmë? Po ka një çati aty tha. Unë gjitën në çati. Tani, ata komentuesit e kohëve moderne thonë që po nuk ishte çati kështu atëherë, domethënë që me beton edhe nuk ishte. Ja. Okej, hajde ta pranojmë, nuk ishte ndonjë çati e tillë. Po ishte me baltë dhe kishte disa gjëra të forta aty sipër që mos thynte shiu apo çfarë. Nuk ishte aq e thjesht për të hapur atë çatin. Kishte një mund aty, kishte një punë aty. Dhe ata e morën përsipër këtë dhe e bën. Unë gjitën në çati dhe e hapën çatin. E hapën çatin dhe zbritën paralitikun. Besimi gjen rrugë kur mos besimi gjen justifikime. Nuk do të jetë lehtë. E di sa e vështirë është të merresh me njerëzit, sidomos për neve aty me kultura të ndryshme, me gjëra të ndryshme. Turqit janë matrafas të mëdhenj, edhe të manipulojnë. Edhe shumë e vështirë, më besoni. E di sa herë mërzitem? Ju kujtoni se unë jam i fortë? Jo, jam shumë i dobët. Sinqerisht, kam shumë nevojë për lutjet tuaja.
Shumë thonë nuk mundem. Besimi thotë mendimin e Perëndis do të gjej një mënyrë. Unë kam thënë disa herë nuk mundem. Tjetër ajo që bën, do të vazhdojmë. Ata e sollën te Jezusi. Ata nuk e shëruan atë. Ata nuk e falën, ata nuk e ndryshuan. Ata thjesht e sollën te Jezusi. Ajo që duhet të bëjmë neve, do të lidhim gjithmonë vazhdimisht me anën praktike. Ajo që duhet të bëjmë ne është thjesht të sjellim njerëz te Jezusi. Po jo pa ai shumë kështu edhe shumë ashtu edhe ai nuk kthehet edhe nuk ka burrënëna që ta ndryshojë atë. Mos u merr me atë punë, ai nuk e ndryshon dot ti atë. S'është puna jote ajo. Hash Jezusit, ti lër atje. Nëse kupton këtë, merr forcë në shërbim. Unë kuptova vonë këtë, se përpiqja të ndryshoj njerëz me forcat e mia atje. Po si shpjegohet? Kam bërë një predikim shumë të mrekullueshëm, kam bërë një shpjegim shumë të mrekullueshëm dhe hapa, kam bërë edhe një PowerPoint kështu edhe kam shpjeguar në të gjitha format kështu edhe si shpjegohet? Po s'është puna ime, është e Jezusit. Nuk ka nevojë të dekurajohemi. Thjesht lër aty. Ka burra ashtu bën. Ata nuk e shëruan, ata nuk e falën, ata nuk e ndryshuan. Ata vetëm e sollën te Jezusi. Dhe ne nuk shpëtojmë askënd. Ne nuk ndryshojmë zemrat e njerëzve. Detyra jonë është të sjellim njerëzit te Krishti. Vetëm ai shpëton, fal dhe transformon. Do të ecim. 4 shtyllat e besimtarit. Ajo që këta 4 persona, le të themi që simbolizojnë dhe që ne do na ndihmojnë vazhdimisht. Lutja. Jakobi 5:16, e kam këtu po. Lutja e të drejtit ka fuqi të madhe, shumë shpëtime fillojnë në gjunjë, vëllezër dhe motra. Ka shumë njerëz që kam pyetur që shpjegojnë si njerëz të suksesshëm. Edhe shumë e çuditshme, po ti mbledhësh të gjithë bashk, mbi 90% e tyre thonë thjesht jemi lutur për atë person. Edhe ai nuk ishte folur aq bukur sa kisha folur unë. Ai nuk ishte bërë aq shumë punë sa bëra unë. Ai thjesht ishte lutur, dhe ai personi erdhi. Ju nuk e kuptoni, ne nuk e kuptojmë shpeshherë fuqinë e lutjes. Vëllezër dhe motra, fuqia e lutjes është jashtëzakonshme. Sikur të kuptonte një besimtar sakt fuqinë e lutjes, ashtu siç përshkruhet në Dhjetën e Vjetër se ka mbyllur gojën e luanëve, ne nuk do të kishim frikë para asgjëje. Dashuria. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha. Një besimtar a karakterizohet nga kjo? Besimi. Hebrejnë 11:6. Pa besim është e pamundur të pëlqesh Perëndis dhe e fundit këmbgulja. Mos u lodhni duke bërë të mirën. Vëllezër dhe motra. Një besimtar që të qëndrojë vetë së pari dhe që të përdoret nga Zoti, nuk ka nevojë për shumë gjëra, vetëm për këto. Do të vazhdojmë. Jezusi çfarë bëri? Pa besimin e tyre. Shikoj besimin e tyre. Te vargu 20 ku ishim. Kur pa besimin e tyre, Jezusi nuk pa vetëm çatin e hapur, ai pa zemrat, dashurinë, sakrificën, këmbguljen. Sepse Zoti, siç e dim në Bibël, ka vargje sa do duash, kam lënë vetëm një varg. Njeriu shikon pamjen e jashtme, por Zoti shikon zemrën. Jezusi kur pa çatin e hapur, nuk dëgjoi asnjë gjë, nuk e tha dikush asgjë. Po kur pa atë çatin e hapur dhe njerëzit që e ulin atë poshtë, ai tha kur pa besimin e tyre, atëherë bëri shërimin. Do të vazhdojmë. Nevoja më e madhe e njeriut është falja. Jezusi si i tha atij, te vargu më poshtë, mëkatet e tua të janë falur. Pse nuk tha më një herë ngriu dhe ec? Sepse ai donte t'i tregonte njeriut që paraliza, ose më saktë, problemi më i madh i njeriut nuk ishte ana fizike. Ishte ana shpirtërore, dhe ajo për cilën unë jam këtu është kjo. Jezusi nuk po merrej me anën fizike. Dhe ne, ajo që duhet bëjmë ne dhe që duhet kuptojmë ne, është që Jezusi merret me anën shpirtërore.
ana fizike nuk i intereson shumë, por bekon për atë. Romakët 3:23, të gjithë mëkatuan, e dim, vargje të mrekullueshme, paga e mëkatit është vdekja. Jezusi e vuri theksin të shërimi shpirtëror. Dhe Jezusi tregon që ka autoritet për këtë gjë, të falë. Farisejnë menduan kush mund të falë mëkatet veç Perëndis? Si thanë? Vetëm Perëndia mund t'i falë. Ai tregoi që kishte autoritet aty. Ta 4 burra thjesht e çuan ata atje. Puna jon. Jezusi tregoi që ka autoritet. Këtë mund ta bëj vetëm Perëndia, ne thjesht të lëmë në dorën e Perëndis këtë gjë. Të besojmë në autoritetin e Perëndis, a besojmë në autoritetin e Perëndis? Apo thjesht e kemi bërë ata si shok kështu, hamo. Dhe Jezusi po tregon se ai ishte Zoti, siç edhe e dim në Bibël. Fjala ishte Perëndi, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Dhe ne i dim këto vargje sepse ne i kemi lexuar këto vargje, jemi më tej. Tjetra, shërimi, prova e autoritetit të Perëndis, që unë jam mbi çdo gjë. Si i tha, ngriu i tha, me njëherë paralitiku u ngrit, ai mori vigun, ai eci, ai shkoi në shtëpi. Paralitiku, i paralizuari. Përgjësia për të bërë mrekullin i takon Jezusit. Dhe ai do ta bëj. Dhe ai ka autoritet për të bërë këtë gjë. Dhe në mesazhin e sotëm duhet kuptojmë këtë gjë që ne jemi thjesht vegla, bëjmë punën tonë si vegël, pjesën tjetër të lëmë Jezusit sepse ai do të bëjë atë. Dhe e bën shumë mirë, e bën më bukur se ne. Ju siguroj për këtë punë. Mrekullia fizike provoi realitetin shpirtëror. Ai që mund të shërojë trupin, mund të shërojë edhe shpirtin. Do përpiqem të mbyll avash avash, pa marrë shumë kohë. Çfarë pam këtu për të bërë një përmbledhje dhe për të hyrë në disa detaje të tjera? Çfarë pam kur këta burra bën gjën e duhur, paralitiku hyri i mbashtur, por doli duke ecur. Kur ne bëjmë gjën e duhur, ai personi për cilin je lutur, ose te shërbesat që ke, ose te njerëzit ku je, ose te ato te komshit ku je, ose me ato njerëz problematik që ke aty rreth vetes, do shohim pastaj që njerëzit do shërohen. Ai hyri pa fuqishëm, doli transformuar. Ka duket aty. Ai hyri me nevojë dhe doli me dëshmi. I paralizuari. Nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Tjetra, ajo që shohim është që turma lëvdoi Perëndin. Te vargu 5, te kapitulli 5, vargu 26 thotë, ata e lavdëruan Perëndin. Qëllimi përfundimtar ky ishte. Qëllimi përfundimtar i çdo mrekullie është që njerëzit të lëvdojnë Perëndin. Jo lavdia e njeriut, jo lavdia e kishës, jo lavdia e predikuesit, jo lavdia por lavdia e Perëndis. Jo neve o Zot, jo neve, po emri tënd jepi lavdi. Shpesh herë ne mërzitemi, e them, më falni edhe me turp këtë, që pasi kam bërë një punë të mirë edhe shoh diçka edhe mirë, por nuk shoh të duket puna ime edhe them, po kërkoj lavdinë time apo lavdinë e Perëndis. Vëllezër dhe motra, ne jemi këtu të lavdërojmë Perëndin dhe mesazhi i sotëm është që çdo gjë që bëjmë, të bëjmë që Krishti të marrë lavdi. Jo neve. Atëherë ai do të bekojë. Jo, kush do të marrë lavdi? Askush, as kisha, as Krishti, as predikuesi, as ai që flet, as ai që mban njërë nga këto të ati vigut. Jo. Ndonjëherë, unë kur isha i vogël për shembull 20-21 vjeç, isha student atëherë edhe. Po rritesha, kisha ardhur nga fshati andej, nga i fshati thellë, duke ruajtur dhit atje. Dhe Zoti bekoi pastaj erdha këtu u bëra veteriner. Po s'u bëra as veteriner. Edhe
Isha i vogël, mezi mësoja ca gjëra, po isha duke mësuar njerëz që më të shpëllizoni vlla Flori. Dhe bija në këtë Grack. Po kisha bërë një gjë të mirë dhe prisja që dikush të më falenderonte edhe. Kam bërë unë tani këtë. Vëllezër dhe motra. Të gjithë kalojmë, mos u shqetësoni, mos e vrisni, të gjithë kalojmë në gjëra të tilla. Lavdia i përket Perëndis dhe ne këtë duhet ta mësojmë. Çfarëdo që bëjmë, kudo që shkojmë, kudo që jemi, kudo ku Zoti na ka mbjell, aty me komshin, me lagjen, me shkollën, mos u shqetësoj. Merr rolin tënd, nëse se bën dot vetëm kërko një ndihmë, hajde jep një dorë, ta çojmë këtë person te Krishti. Shërimi, shpëtimi i përket atij, dhe në fund lavdia i përket atij gjithashtu. Pritshmëria jon duhet jetë kjo, lavdia i përket atij, jo neve. Letë ta mbyllim avash avash. Kush person jeti sot? Mendo pak. Ndoshta je pak i lodhur, i mërzitur. Nuk ka problem, ke shumë vite në besim. Edhe ndodh që kalojmë pak lëkundje. Mua më ndodh shpesh, më besoni. Mos u shqetësoni nëse ndodhin në ato pak me probleme. Kërko një ndihmë. Kërko 4 persona që të luten për ty. Zoti është i fuqishëm. Ai do të ngreje. Ndoshta je këtu edhe je si turma, që shikoni Jezusin edhe kënaq aty me ato gjërat që bën ai aty, me ato magjit që bën, që shëron njerëz, magjik kjo, çfarë bën ky kështu? Në fakt është shpëtimi i vërtet. Dhe ndoshta jemi këtu edhe jemi njerëz që thjesht shohim nga larg çfarë bëjnë këta, si jetojnë. Nëse ja është kështu, hajde edhe ca me ne, dhe shikoj që ne jemi të vërtet. Ne nuk tallemi, ne duam Zotin. Baba im më thot, unë nuk kuptoj shumë nga këto gjëra orbir, thot. Po ju që i besoni kësaj gjë, ju me vërtet jetoni këtë gjë, thot. E shohin ata. Ndoshta je si farisejt, ndoshta jemi, ndodh që të jemi, bijem ndonjëherë, djalli merret me ne, mund na rrëzoj. Analizojmë, bëjmë kritika. Atëherë, nëse ndodh që bijem në këtë Grack, atëherë le të t'i lutemi Zotit. Dhe të kthehemi ne së pari. Ose ndoshta Perëndia po të thret ti jesh një nga këta 4 persona. Një njeri lutje, dashurie, besimi, këmbgulje. Kush është thirrja jote për ty sot? Ku po të ngacmon Zoti? Në përgjithësi ne atje njerëzve u themi kështu, mos u mendo shumë për predikimin si një të tërë. Kush Zot, në cilën pikë Zoti të foli ty, ku ti je ndjen, mbylli syt dhe ku Zoti të ka folur ty në atë pikë, ai është predikimi për ty sot. Atë do Zoti të thotë ty sot. Nëse do të mbyllë syt 5 sekonda, ajo që të foli më shumë, ajo që ti mendon se je aty ku unë mendoj që kam një problem. Zoti nuk ishte rastësi që erdhe sot këtu, edhe Zoti të solli këtu sepse do të thoshte atë gjë. Mendo për këtë gjë. Atëherë, le ta mbyllim. Rreth nesh, aty ku jemi, kush është personi që Zoti ka vendosur, që ti nuk e shef? Kërkoj Zotit, kërko që të shofësh nevojën që është rreth teje. Kush është një person që ka nevojë për ty sot? Ose ndoshta je këtu për herë të parë dhe je ti personi që ke nevojë. Kërko, jemi këtu për të të ndihmuar. Jemi këtu për të ndihmuar dhe ne jemi real, ne duam Zotin. Unë kur e pash të në 98-ën kur shkova për herë të parë në një kish, atje në Gramsh ku isha, edhe kur pash që këta ishin të vërtetë dhe më përqafuan edhe u manita. Por nuk e besova në fillim, thash do të provoj edhe pak. Dhe sa më shumë provova, aq më shumë të vërtet pash që ishin. Nëse je këtu dhe je për herë të parë ose nuk
nuk di shumë, ke ardhur disa herë. Gjo, ne jemi real, ne duam Zotin. Hajde me ne do të ndihmojmë. Kisha këtu është mrekullueshme. Kur mos u dorëzo. Lutu duaje, mbaje barrën e tij këmbgul dhe vazhdo të sjellësh te Jezusi. Dhe premtimi, nëse ne bëjmë këtë gjë, kur Jezusi sheh një besim të tillë, ai ende fal, shpëton, shëron dhe transformon. Vëllezër dhe motra, ndërkohë që rritemi, ne duhet kuptojmë që disa gjëra duhet i lëmë, edhe duhet të rritemi, duhet të shohim nevojat e vërteta, duhet të shohim ata shembuj të mirë që janë rreth nesh, edhe të ndjekim ato shembuj të mirë që janë rreth nesh, edhe të bëjmë si ata. Mesazhi i sotëm ishte që ishin 4 burra. Ata pa një nevojë që gjithkush mund ta shikonte, po ata e bën. Kush është? Ndonjëherë nëse pyesni veten, unë pyesja veten, nëse pyesni veten kush është puna që unë mund të bëj për Zotin? Çfarë mund të bëj unë në kish? Çfarë mund të shërbej unë? Ku mund të shërbej unë? A shikon një nevojë? Zoti ndoshta aty po thërret, tek ajo nevoja që po shikon. Shko bëje. Këtë po thot mesazhi i sotëm. Edhe besoj Zotit dhe lëri ati në dorë që të marrë ai lavdi dhe jo neve. Le të lutemi. O Zoti i dashur, faleminderit për fjalën tënde. Faleminderit që na tregon me një gjuhë kaq të thjeshtë, o Zot. Me një gjuhë që mund të kuptojë gjithkush, o Zot. Nuk ka nevojë për shumë zgjuar si të kuptojmë fjalën tënde. Dhe ti je kaq i mirë, e ke shpjeguar kaq mirë dhe do që ne të ndjekim ty, të kuptojmë ty dhe të ndryshojmë. O Zot, bëj që fjala jote të gjejë vend në ne, edhe ne të jemi jo thjesht dëgjues, por bërës të fjalës tënde, o Zot. Të lutem na përdor, o Zot, kudo ku na ke vendosur. Jo për lavdin ton, por për lavdin tënde, o Zot. Ne le të jemi thjesht vegla, o Zot, që ti të përdorësh ashtu siç ti do, ku të duash. O Zot, faleminderit për këtë kish, faleminderit për vëllezërit motra që janë këtu. Edhe beko gjithë secilin që është sot këtu. Jepi gjithë secili që është sot këtu atë që ai ka nevojë. O Zot, ne të duam shumë, të adhurojmë dhe të ngrejmë lart. Në emrin tënd lutemi të falenderojmë. Amen.